Një moment i papritur, por plot ndjesi njerëzore, ka ndodhur në emisionin Goca dhe Gra. Në mes të bisedës së zakonshme, ku temat e përditshme kthehen shpesh në rrëfime personale e emocionale, ndodhi diçka që askush nuk e kishte parashikuar. Kiara Tito, një nga figurat më të dashura për publikun pas Big Brother Vepa Albania, u gjend përballë sado në distancë me një tjetër ish-banore të atij formati, aktoren e njohur Olta Gjigari. Dy emra që dikur i ndante tensioni një loje. Këtë herë u lidhën përmes një momenti të papritur sinqeriteti. Gjatë transmetimit live, producentët vendosën ta përfshin Oltën përmes një telefonate. Zëri i saj, i njohur për publikun, u dëgjua papritur në studio. Në qast, atmosfera ndryshoi, sikur një frymë nostalgjie dhe kureshtje të kishte mbushur ajrin. Kiara ngriti syt, disi e befasuar, por me atë buzëqeshjen e saj të përmbajtur. Dhe, sapo Olta e dëgjoi zërin e saj, reagimi ishte i menjëhershëm, i ngrohtë, i sinqert, si një përqafim i padukshëm përmes valëve të eterit. Gëzohem që po flasim bashk, edhe pse kaq larg. Unë po kaloj një periudhë të pakëndshme, por mirë jam, u shpreh Olta me një ton të butë, në të cilin përzihej forca dhe lodhja. Fjalët e saj u pritën me vëmendje. Për disa sekonda, edhe zhurma e studios sikur u shua. Ishte një moment i vogël njerëzor mes dy grave që dikur i ndante loja, por që sot i bashkonte ndjesia e jetës reale. Kiara e pyeti me kujdes, me një butësi që tregonte se koha kishte zbutur çdo keqkuptim. Si je tani, Olta? Kam dëgjuar që nuk ke qenë mirë me shëndet. Në ekran shikuesit pa një dialog të rrallë, jo prej lojtarësh, por prej njerëzish që e njohin mirë njëra tjetrën. Olta tregoi shkurt se kishte kaluar një problem me syrin, por u përpoq të mos e thellonte temën. Jam mirë tashmë, tha ajo, më shumë se çdo gjë, dua të qëndroj pozitive. Në fund ajo shtoi me humor, duke lehtësuar atmosferën. Kiara, të përqafoi fort dhe ma puth Lunen. Me që je, ma puth edhe Luizin. Studioja shpërtheu në të qeshura, ndërsa Kiara, me një të qeshur të natyrshme, i ktheu me dashamirësi. Po, do ua përcjell të dyve. Ishte një shkëmbim i vogël fjalësh, por që në rrjet u përjetua si diçka shumë më madhe, një shenjë pajtimi, respekti dhe ndoshta, një fill i ri miqësie që rilind pa shumë kohë. Pas emisionit, fansat e të dyjave e mbushën rrjeti me komente. Disa e quajtën momentin më njerëzor të sezonit, të tjerë hapin e parë drejt një pajtimi të shumëpritur. Në një ekran që shpesh mbar debate e përplasje, ky ishte një çast që kujtoi se përtej kamerave ekzistojnë ndjenja të vërteta, kujtime të përbashkëta dhe një ndjenje përhershme respekti që koha mund ta fshehë, por jo ta fshi. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.